se vini në vlogmasin numër 6. Nuk më besohet që kemi vajtë të dita e 6 dhe kam edhe 19 ditë të tjera për të zgjeruar. Është interesante, po e shijoj se gjë, por është edhe pak e lodhshme. Unë sot jam çuar, por kam lënë për të pirë një kafe me një gocë që bën YouTube gjithashtu. Ju duhet ta keni parë, e ka emrin Angela Lilo dhe bën video të përditshmërisë së saj, vlogs, gjithashtu gatuan shumë mirë, bën super ëmbëlsira. Unë kam takuar edhe një herë tjetër, kemi dalë të pim diçka së bashku, sot e kemi lënë të pim një kafe. Tani, ne kemi lënë ora 10, ora është 10:10 dhe unë s'jam bërë gati akoma dhe po hap kamerën, por ajo më kupton se bën vetë video. Më zuri gjumi, e kisha lënë alarmin që të çohesha në orat 8:30 sepse doja të bëja edhe një dush, të laja dhe flokun, por dushi i mëngjesit përfundimisht nuk është për mua, se mua më merr shumë kohë floku, kështu që vazhdojmë të mbajmë rutinën e darkës së dushit se jemi shumë mirë. Po mendoj të vesh këtë fustanin blu. Dhe si për drejsh, drita LED sot nuk donte të ndiqte, i bë kështu fap si disco. Isha edhe ka drejtshim të veshën të mira të videoja. Dhe thash të vesh këtë fustani Blue Royal. Të shohim si do na ri. Por po më pëlqen fare se si më ri. Vrapa kam këtu të pupa. Se ka edhe kaj që ke i kjo përpaj. Edhe, po me dua dritë. Që si bën? Si film horror. Ideja është që nuk më pëlqen shumë dhe thash më mirë po vesh të ziun. Kuj ka diçka të pjesa këtu që nuk ri mirë, nuk e di pse. Okej, këtë duket më mirë besoj. Është më i bukur. Po mos restone drita. Duhet të kap dhe flokët, përfundoj tualetin edhe të dalë se vajti shumë vonë. Vesha pellushën tim të bardhë të gjatë, sepse nuk e kam veshur asnjëherë si dje, dhe besoj se tani është ftohur, mjaftueshëm për ta veshur, dhe të vesh edhe këto cizme të gjata të zeza. Ose jam too much për paradite? Apo? Që vret mendja, thuaj birë që të kesh shef. Po mendoj më mirë të marr pallton e zezë. Okej, e ndrova, vesha më mirë pallton e zezë, që ka vetëm pellushe sipër, besoj jam okej, që ka në vogël ges, di lalbe se je super vonë. Tani s'di ku kam lënë telefonin. Të më dozë nuk shukur më nojë. Ikim se mi vonë. Anxhi, përshëndet që kjo të veti. Hello, në kanali Albës. Ne dolëm, ullëm tek Bedouin Lakeview, që vetëm pami nga liçeni nuk ka. Kishim pami por kështu ishte mirë. Të mira i bënin ato gjërat. Po. I mirë ishte brioshit. Unë nuk e hangre atë gjithin, sepse nuk e kishte shijen e Nutellës. Nuk ishte Nutella. Po që hajt, pivëm kafe. Dishë Nutellën të mirë e ka D'Angelo, e ka super, po. Kam kohë që nuk shkoj te D'Angelo. Okej. Të mos i vim do listën. Po, D'Angelo ka Nutellën më të mirë, e ka shumë të mirë. Po edhe mora petullat mirë ishin. Eva. Ngatroj ka çrejse to. Se Alba del pa mëngjes. Po. Dal gjithmonë ha mëngjesin. Një kek mora kështu shpejt. Aq vonë sa bëra gati unë ça. Po, s'ka problem. Por që tani do ikim për shtëpi. Po. Sepse na ka zënë shiu. Po. Hello njërës, pas disa orëve. Tani, unë të kisha preferuar të kisha hequr pallton, po tani përtoj të dalë prapë, kështu që po e mbaj veshun. Takova Anxhin para dite, pim kafen bashk, u kënaqem dhe me muhabet. Unë jam nga ata njerëz që çka ka që bën pipi. Okej, po jam shumë larg. E di që pati. Tha sensorët që e marrin largësin shumë keq. Largullëm me pak dhe sediljen, sepse nuk që parë pasi takova Anxhin,
Erdha në shtëpi, ndonjë u shqetësova pak disa orë dhe tani kam dalë prapë sepse kam një takim. I bikte mirë, i këtë ti. S'po di nga t'i bie se kam hallin e trafikut, po i bie këti sipër. Tani dola prapë sepse kam një vizit, një kontroll rutin, jo dhe një gjë e rëndësishme. Edhe po shkoj. Klinika është në blok, so mos po di nga t'i bie, në mënyrë që mos kapi trafiku, ora është 3. Po mendoj t'i bie nga autostrada, nga liçeni. Pastaj të futem në blok. Shpresoj shumë mos të ketë trafik, se nuk është se dola e herët, ora është 3:05. Unë 3:30 kam takimin. Dhe pastaj të shohim që do bëjmë në një gjë tjetër gjatë ditës. Nuk e di, po sot unë jam shumë pa energji dhe jo e motivuar për të bërë gjëra dhe për të ndarë gjëra të bukura. Nuk më pëlqen kur jam në këtë moodin, sepse duhet të përcjell energji pozitive gjithmonë që hap kamerën. Dhe komentet e tilla janë të shumta dhe shumë të bukura. Unë ju falenderoj shumë për çdo koment që lini në videot e mia. Më bëhet shumë qefi kur shoh që më në komente energjia pozitive përcillet nëpërmjet videove, gjëra të tilla, më pëlqen shumë që t'i lexoj, sepse ndihem mirë që realisht përcillen, mundohem të ndaj gjithmonë gjëra pozitive ose të shikoj gjërat nga ana pozitive dhe ato gjëra që janë aq të bukura, mundohem të shikoj pjesën e mirë. Dhe po mite që parë për të qeshur, se ishte një koment, je shumë pordace dhe shpërndan shumë tangërlik, diçka e tillë. Shet shumë tangërllëk. Po mi të përgjeshë një kësishtë më të shumë brapsht të shkruajtur. Mund të thuash ke shumë tangërdhëk dhe shet shumë pord, okej, bën sens. Por jo ashtu si që kishte shkruajtur goca. Po okej. Dhe më shumë po më vite për të qeshur për faktin që në YouTube Studio ti mund të klikosh tek profili personit që të bën koment dhe të del gjithë historiku i komenteve që të ka lënë ai person në kanalin tënd. Në një video tjetër, po i njëjti person kishte lënë o dritë sa e mirë që je. Dhe vjen kaq shumë në kundërshtim me njëra tjetrën këto komentet. Nuk ka asgjë të keqe që pse la të koment. Unë më pres. Unë jam e mendimit, si dhe meqense jam pjesë e fushës së marketingut. Edhe në momentin që të vinë edhe komente negative, do të thosh që diçka ti po e bën mirë. Kështu që dhe komentet negative dhe kritikat janë pjesë e kësaj gjëje dhe janë të mirëpritura që të gjitha. Nëse tani po vë pak muzikë dhe të shijojmë rrugën në këtë ditë me shi që na mbyti. Shpresoj të dali dielli, ndoshta na ndryshon dhe moodi dhe energjia dhe i shijojmë shumë ditët. Spider-Man and Friends. Qef me makina. Tani njerëz, dolëm ne të pinim kafen, ulëm te Sofi, që është këtu në qendër, dhe pim mochaccino. Ju sugjeroj ta provoni, se është shumë e mirë. Ty të pëlqeu? Jo? Pse? Që s'm pëlqeu. Ajo? Pëlqyer apo jo? Nuk ka një pse. O të pëlqen ose të pëlqen. Duhet të kishte pëlqyer. Sepse shihet e mia nuk ka bojnë asnjëherë. Shiko, ajo është përzierje e kafes me qumësht dhe me çokoladë. Si përjedhin atë shllakun me kakao. Është super e mirë, shumë e shijshme. Unë e marr vegane. Zakonisht i them qumësht soje, po këta sot e kishim bërë me tërshër, ishte shumë e mirë gjithsesi. Mjafton mos të japi probleme me intolerancën time, unë prandaj e marr soje. Domethënë dhe them soje meqense është më shpesh ta që kanë zakonisht lokalet.
por këta kishin të tërshërës, madje më solli ai çuni që të sigurohesha që ishte përdorur ai çunë dhe nuk do më bënte dëm. Janë shumë të sjellshëm të gjitha të shërbimit të Sofis. Kemi pasur, është akoma një Sofi te ish puna ime, kur isha në punë uleshim shpesh në drek aty dhe aty shumë të sjellshëm. Edhe këta çunat që janë këtu te nëntkaçet, se jemi ulur disa herë, janë shumë të sjellshëm. Tani ne kishim një mision se nipi im tani 2 vjeç ka një fiksim me Spider-Manin tani dhe kërkon të dhurat një bluzë me Spider-Manin. U futëm në të Top Tani me që se ishim afer dhe të shikonim çfarë mund të brinim do një gjë. Dhe përfunduam duke bërë budalliqe për të dy, se normalisht nuk i ndajmë dot. Po filloj një herë me të gocës që si kam këtu para. Sjeli pëlqen çfarë do lloj gjëje që është pink dhe parfume, lip glossa, make-upe, vdes fare, kështu që morëm një parfum gocës me Hello Kitty. Tani ky duhet të ketë një kështu mosh përdorimi i lesht. Ska. Edhe toilet. Hajde se për fëmijë inshallah janë kështu. Nisa, s'ka lënë parfum pa blerë të Zara. Se merr motra për shkakun me vete kur dalin shopping, ajo përfundon gjithmonë te parfumet, dhe përfundon gjithmonë duke i blerë, se nuk i thon dot jo, si ai që nga dora. Kështu që nga super cute kë. Ti marrim çikaro. Gjesi era mall. Era mall. Goxha ime do bjerë era mall. Jo, më sa shara. Është një, si mall jeshile. Ja, kanel. Po për nëse të lexoj këto. S'kur e lexova diko. Po pra apple, green, strawberry, peach. Lështryllë, moll, pjeshk. Përzierje frutash. Tani, ishin te kasa, ne, ndërkohë që morëm parfumin, mua më pëlqeu edhe kjo. Që janë 2 lip glossa që ishin për fëmijë dhe këto me Hello Kitty sërish, kështu që morëm dhe këto, është lip oil dhe lip glosset. Vjet kam pasur advent kalendarin unë të Revolution, edhe kam pasur shumë kështu mini size të vogla dhe nuk ka lënë gjë pa më marrë sjeli nga ato që vërante advent kalendari, kështu që të marrit nga lloset me këto dveta tani e tutje, nuk kam më me të mirat. Se sa herë që vetëm të se çfarë të sjelli Tezja, ka kapje, vëna e ka fjala për make-up. Tani, vazhdojmë serinë e Spider-Manit. Spider-Mani ka një nevojë për një portofol të mbaj lekët e veta. Se s'mbyllet kjo zemra? Se ke mbyll gabim, pra. Kam mbyll ti gabim. Ka nevojë të mbaj lekët e veta. Po se bën kështu ai, imagjino sikur ka lekë në xhep dhe i thot, dua lodër, i thot Arionës. I thot Ariona, po me ça lekësh do ta blej? Kam lekët e mia, ja bën kështu sikur i kërkon në xhep. Ose do t'ja marr babit. Pritse, vazhdon Spider-Mani. Okej, këtu kemi një, unë doja më shumë pijama me Spider-Mani, se më pëlqejnë. Po ishte ky kostumi, ta ketë të dali dhe në përlagje. Rëndësika që është me Spider-Manin. Për natanit, këto janë set pijamash, këto janë për sjeli. Tani pse po a tregoj unë shumë në makinë, sepse misioni jo nuk mbaron vetëm me blerje, përfundon në momentin që vemi u çojmë të shtëpia. Këtë me Mickey Mouse ja vlem sjellit që festiv të kuqe, goca është bjonde, kështu që i shkon shumë me kuqe. Edhe një e fundit për natën pupa shtëpie, se i mban shumë, një sjeli nuk mban kështu pupa shtëpiet. Si sa të bukura. Me Spider-Man, këto shpresoj t'i bëjnë, sepse janë 23-24, Ariona thash pak a shumë 24 ose 25, varet nga prerja, që shpresoj t'i bëjnë çunit. Tani, fillojmë me misionin e shpërndarjes. Dhe këtu dhuratat janë kot për shef, se për vit të ri, duan dhuratat të tjera bebat, se shumë herët. Sjeli ka dhe ditëlindje. Këtë muaj, pritë se si ndava, si ndaj pastaj. Edhe në fillimisht do vemi tek Nathan se kemi më afër të çojmë dhuratat, pastaj do vemi te sjeli të çojmë dhuratat. Kështu do iki dhe dita jonë dhe mbasditja jonë. Sa u kthyem në shtëpi, përmbushëm misionin vetëm duke çuar Nathan i dhuratën, se sjeli nuk ishte në shtëpi, kështu që nuk e çuam sot, do ta takojmë nesër që t'ja japim. Dhe, shikoni këtë trëndafilin, më kuput në makinë. Ja blem një fëmijë të vogël, ishim ulur te Sofi në qendër, siç u thash, edhe vi nga këta fëmijë të vogël, kishte një tuf me trëndafila që i shiste.
Edhe ja morëm, normalisht, kish për t'i dhënë lekë me idenë e trëndafilit, se sa me idenë për të ndihmuar. Edhe i thamë, sa do kushtoni nga trëndafilat, tha 5.000 lekë, e pagoj Klajdi dhe morëm trëndafili. Thash okej, se duket shumë shumë faleminderit, ja kalosh mirë. Dhe sa e shoh po ndiqja me sy në fakt kur doli nga lokali dhe parë që sa morë 5.000 lekë e futi vrapit, doli jashtë i prisin dy çuna të mëdhenj të rritur. Që dha lekët atyre me një herë, dhe parë që po kalonin edhe rrugën, nga krau tjetër i rrugës, dhe të dy çunat e mëdhenj ishin anash dhe kapën nga krau. Unë ndjeva shumë keq. Nuk ndjem keq për faktin që i dham lekët, sepse dihet që ata fëmijë janë në mbikëqyrien e dikujt, por me idenë që janë prindrit ose nuk e di, më duk një skeç më shumtuar, sepse i marrin këta fëmijët e vegjël, ka grupe dhe i shfrytëzojnë për punë, dhe më duk fikse i rasti, sepse ishin çuna të rritur, të veshur mirë, të mëdhenj, dhe kapën nga krau, kështu po e shtynin për me ecë. Unë ndjeva shumë keq dhe më erdhi shumë gjëna, që nuk kemi shtetë që të veprojnë në të tilla rastesh dhe të kujdeset për të rastet që shpërtorojnë fëmijët, i keq trajtojnë, i shfrytëzojnë për punë, sepse janë shumë të vegjël. Por nuk ka shtetë që bën kontrollet edhe ti marrin në kujdesin e vet këto raste dhe jo t'u alorit të tilla prindërve ose që bien pjesë e këtyre grupeve apo organizatave. Tani ka shkuar ora shumë vonë. Dhe nëna ka ikur gjithë dita sot në makinë. Realisht nuk ka ikur gjithë dita në makinë, nga mëngjesi deri në darkë. Jam super e lodhur, por duhet të futem të bëj një dush, sepse siç u thash të bëra dot në mëngjes, kështu që të futem tani direkt edhe të rregullojmë edhe flokët, që ne ti kemi të bukura Kaçurela. Unë këtu po e mbyll edhe këtë vlogun, po futem të bëj një dush edhe po shtrihem të qetësohem, bashkë do të shihemi si çdo ditë të dhjetorit nesër deri në datën 25 çdo ditë. Edhe ju mos harroni që të bëni subscribe, like sa më shumë videos dhe komentoni çfarë ju të keni dëshirë. Bye bye.